Arjanit Ramadani, njëri me shumë pasion, me shumë entuziazëm, më shumë për muzikën si duket. Kjo e ka dëshmuar së fundmi me projektin e tij të ri Lutna, një këngë e cila ka arritur të kaloj kufijt e Republikës së Maqedonisë së Veriut, kudo ku ka shqiptar. E dëgjojnë me shumë kënaqësi në vetura, në përmendje të ndryshme tregojnë se ka arritur qëllimin që të jetë një nga projektet e tij të suksesshme. Është dhe kënga e tij e parë autoriale, me sa e di. Arjanitin e kam në studio dhe do na flas më shumë lidhur me projektin. Nëse është kënga e parë, Arjanit? E para, po. Po, gjumë përshëndetje. Edhe besoj që drejtën shenjë. E kemi godit ashtu shumë. E kemi godit. Jo, të toftemi e ke gjudit, e kena gjudit. E kena gjudit. Si ndihesh? Shumë mirë, shumë mirë. Do me thënë, konga i ka kalu ato pritshmërit dhe është duke shku shumë mirë. Non-stop view-sat vetëm rritin në YouTube, non-stop. Ka fansat të ndryshëm, të ri. Të ri dhe të reja. Po. Edhe besoj që të ka lumturuar shumë si projekt. Arjanit, që vërtet unë s'kisha parë moti, ti përveç se je rritur si artist, je rritur edhe shumë me shtatë dhe duke shumë bukur, shumë mirë. Besoj që tashmë përfundimisht ke vendosur që rrugtimi yt të jetë muzika, apo jo? Po, e kemi vendosur, ma. Babi e ka vu pikën. E ka vu babi pikën, në fund. Ja plotësuam dëshirën. Nëse të pyes nga ke këtë talent për të kënduar? Po nga babi dihet, e kanë mësu shumica. E dina po shumica, po jo. E din cila do ishte befasia, nëse në të ardhmen e bind babin të bëni një duet bashkë. E ka mendu, edhe ato. Babi a provon këta, apo jo? Po, besoj që po, besoj që do më kthej. E përshëndesim profesorin Jupin, profesorin e historisë, edhe besoj që do ishte një gjë shumë e bukur dhe e veçantë që t'ju shihja bashkë tek sa performonim. Besoj që. Kam parë shumë intervista tuaja në shumë media të Shqipërisë, të Kosovës, këtu, majtas, djathtas, mbrëmje, nga do që sillesh Arjanit Ramadani. Si menaxhon gjitha këto njëkohësisht? Është duke shkuar shumë mirë, do me thonë, kam qenë këngën magjike, do me thonë, që isha. Pastaj atje isha në një intervistë tek Rozana Radi. Kam pas intervista të ndryshme dhe është duke shkuar shumë mirë. Mendoj se jam duke e Shqipëria ka qenë, do me thonë, me të parën ty ke arritur të depërtosh në krejt tregun shqiptar, tani më të njohin edhe atje. Cilat janë komentet? Po, ka shumë komentet mira. Do me thënë, por në kënga magjike nuk isha vetvetja, sepse kisha shumë emocione, nuk e ndi ndoshta nga juria dhe nuk mund ata të tregoj veten aq sa duhet, por besoj që vitin që vjen do jem prapë pjesë. Do marrësh sërish pjesë? Patjetër që. Megjithëse festivalet janë shumë zhgënjyese për shumë të rinj, kështu që janë shumë, por besoj që do kaloj mirë. Ti do sfidat. Po. Dua ta sfidoj veten më shumë. Tani një pyetje pakës të zorshme. Komente më të mira t'japin djemt apo vajza? Vajzat, do thë. Më fol pak për këtë projekt Lutna. Kush e ka bërë tekstin, realizimi, një klip shumë i këndshëm, modest, por i këndshëm shumë? Do me thonë, për këtë projekt ka një kohë shumë gjatë që jemi duke përgadit për këngën time të parë autoriale. Do me thonë, unë kam fillu vetëm me covera, fillim. Dhe gjithçka ka ndodhur shumë shpejt, do me thonë, kretë kënga, incizimi, çdo gjë është bërë për 2 javë ditë dhe më njëherë lansu. Kemi qenë studio me shokun tim Premtimin e Temi, që e përshëndes shumë, është edhe profesori im në fakultet. Dhe duke bërë disa demo ndryshme, por së ne gjeshim atë demone që në përshtate. Dhe kam shku në shtëpi edhe ma ka dërgu me njerë këtë demo. Edhe ka thonë, kjo është e fundit, pa tjetër do e bëjmë. Me njerë kemi shku të Rilindi, studio, edhe Rilindi e ka shkujt tekstin. E kemi punu bashk me një ekip fantastik me Play the Brand, që është një ekip për videoklipin. Kam bërë një punë të mrekullueshme dhe gjithçka u bë për 2 javë. Si me magji? U lansua. 2 javë gjithë ato klikime? Shumë shpejt. Sa klikime ka arritur? Tash e pash, para se me hi në studio, 60.000 kishte shku. Dhe kjo shumë mirë, apo kënga e si parë kënga e parë është duke shku shumë mirë. Ato që pak të njohin, të themi kështu, megjithëse tash të njohin të gjithë, por të njohin si një djalë i ri që performon me kitarë mbrëmjeve një repertor shumë të lezetshëm me këngë shqipe. Po. Pringaj repertor, për shembull, këngë të Sabri Feyzullaut dominojnë. Apo jo? Prej vogël i kam gjuh këto këngë, do me thonë prej babit, krejt repertuarin e kam... Krejt vajet babi. Prej babit,
Krejt ma ka ndreq me ato këngë bukra të vjetra shqipe që nuk vdesin kur. Çfarë thonë të rinjt kur i dëgjojnë këto këngë që nuk i kanë dëgjuar ndoshta më herët? Se besoj që ka prit gjenerata juaj. Ka, shumica nuk i kanë dëgjuar, por tash janë mësu. Edhe kur i ndëgjojnë, ja kuptojnë atë vlerën që e kanë ato këngë. Kanë ma shumë vlerë sa këto këngët tash. Tash nuk më kujtohet sakt cilët kanë qenë këngët në repertorin tënd? Velisa Hitit, Rix, apo jo? Po, ka. Osman Sabri Sheu, Feyzullahut, po. Sabri Feyzullahu, këngë të ndryshme. Plot. Naser Berisha. Naser Berisha, cila? Bjondina? Do të doja, Bjondina. Do të doja, të dyja ti ke, po. Po cilën e performon më me shumë kënaqësi? Do të doja, më shumë. Do të doja. A do të na e performosh tani? Do të doja? Patjetër. A do të duash të ta performosh? Do të do? Ta dëgjojmë një performancë live nga Arianiti. Do të doja sonte flokët tua, të shtrihen mbi jashtën tim. Do të doja që sonte ta shijosh romantikën në dritën e qiririt tim. Do të doja që sonte ta shijosh romantikën në dritën e qiririt tim. Do të doja sonte të kem pranë vetës, do të doja sonte t'jem me ty. Do të doja që kjo natë pa fund të na takoj vetëm mua dhe ty. Do të doja që kjo natë pa fund të na takoj vetëm mua dhe ty. Dhe do të doja se qka s'do doja të bëj sonte me ty. Që në rrugën e gjatë të aventurave tua unë të jem i pari njeri. Dhe do të doja se qka s'do doja të bëj sonte me ty. Që në rrugën e gjatë të aventurave tua unë të jem i pari njeri. Shumë e bukur, por kitarën s'do ta lësh se përpara se ta dëgjojmë këngën më tre tëndën, do të vetëm refreni, t'lutna. Okej. Dhe pastaj e dëgjojmë këngën. T'lutna pak më duaj, t'lutna mos ma shuaj dashurim për ty. Lotët më janë tharë, në dritë s'po mban kuje ti. Atëherë si që edhe lam, do dëgjojmë tani videoklipin dhe këngën më tre të Arianit Ramadanin, këngën T'lutna, dhe do kthehemi sërish me Arianitin në studio. Besoj që jeni kënaqur duke dëgjuar këtë këngë dhe mbase e keni dëgjuar shumë herë, por nuk e keni ditur që djaloshi në studio është këngëtari i kësaj këngë të bukur. Besoj që Arianit tashmë ka ardhur koha që ti të bësh më shumë këngë tua autoriale, sepse çdo i ri e ka pakës problem të marrë atë vetbesimin se unë jam bërë për të bërë këngë të mia. Mjaft më këndove këngë të huajat, mos i le ato, mos i haro, por cilat janë planet? Po, tash që kemi thyë akullin, do me thonë, këngën e parë e realizum, tash jemi duke përgatitur edhe shumë këngë. Jemi duke... Shumë tash, me shumë kemi. Po, tash e para ke ashtu pak ma e zorshme, tash tjera... Jemi duke përgatit disa këngë ndryshme, tash pak ma pranverore, ma verore, jo më shumë të vujqme. Se vetëm thujnë shumë të vujqme, unë mendoj se kënga ka qenë shumë e veçantë për shkak të zërit që ti ke dhe ke përshtat me instrumentin, me gjithçka. Ajo është ngjyra e zërit tënd dhe besoj që në atë stil duhet. Është një stil pakës interesant, kështu që... Po, është një stil pak ma ndryshe, do thoja, një stil që dua ta krijoj unë, do me thonë, që të mbahet mend që Arianiti e ka këtë stilin e vetë. Kur përmendëm më herët, besoj që prindërit shumë shpesh janë ata që vendosin se kush do jetë fëmia nesër, me çfarë profesioni do merret. Ke pasur pengesa në këtë drejtim apo jo? Jo, unë bile kam qenë kundër, fillim s'kam dësht merre me muzikë. I thoja babit, pse ti nuk u merr në gjimnaz? Ti nuk do të më keshish në zonë, si thësha. Ai jo be shko muzikë se do ja shofish hajrin. Edhe ke marrë mirë që ke shko muzikë. Shumë mirë. Ata kanë qenë, ata që më mbështesin gjithmonë, sidomos edhe shoqënia ime, i përshëndes shumë.
shoqëria të kam përkrahur, besoj, vazhdon që të marrësh ato mention në për atë projektin non-stop. Si ndihesh kur zgjohesh mëngjes dhe sheh që të kanë dëgjuar edhe 100 tjerë dhe vetëm shtohen ato numra? Shumë mirë, shumë mirë. Domethënë është një ndjenje pa përshkrueshme. Kur i sheh gjithë ata njerëz që të përkrahin, që ta ndëgjojnë muzikën tënde, është shumë ndjenje e mirë kur kënga jote i bën dikë të ndihet mirë. Është një ndjenjë shumë e bukur. Po në ato e diçka të veçantë nga krejt komentet që ke marrë, për shembull dikush të ka bërë ndonjë koment për të qesh ose të ka bërë të ndjesh shumë si me flatra, si me ta fluturojsh. Dikush ka thënë ndonjë fjalë që ti e mban mend gjithë jetën, të ka frymzuar. Më shumë që e mbaj mend është kujt ja ke dediku. Kjo pyetja është më shumë që më bën. Po pyetja shumë e mirë. Kujt ja ke dediku këngë? S'është dedikim. Jo, s'është dedikim, domethënë është vetëm kështu. Jo, s'është. A je sigurt? Po, 100%. Me që ndave këtë pyetje, po koment interesant për shembull? Nuk kam ndonjë koment. Kur zgjohesh mëngjes, apo futesh me njerë të shohësh kush e ka shpërndar këngën? Me njerë, para, sa zgjohem me njerë aty te klikimet, sa ka shku edhe me njerë ka lëvizje të madhe, domethënë prej dita ditës non-stop vetëm. Edhe kërkesat për të dëgjuar ty mbrëmjet të ndryshme. Si menaxhon këto mbrëmjet? Si ndihesh në këto mbrëmje ku performon tashmë dhe ku je shumë i dëshiruar? Shumë mirë, tashmë ja kam marrë dorën, të them. Se kishe emocione në fillim? Kisha shumë emocione, jo pak, nuk më dilte zëri për emocione. Po publiku se kupton këtë pjesën, ku nuk del zëri, traton zëri. Ama tash janë të e kuptu, thojnë, o, zëni tu ka qelë ma shumë. A krejt janë ato pune emocioneve në fillim. Kisha shumë emocione, ama tash jam mësu, po e menaxhoj shumë mirë. Dhe me thënë se cilën javë, tash pak Ramazani, pushim. Por pas Ramazani besoj që... Bajram party. Po, patjetër. Ke performuar edhe në mbrëmjet e Prishtinës edhe besoj tashmë është diçka, një profesion joti, mund të themi dirisht. Po, kam performuar në Prishtinë, në Gjilan, në Ferizaj, në Gjakov, në shumë vendet të ndryshme, do me thënë. Edhe kërkesat rriten, shtohen. Po, shumë. Me studimet? Do t'i lëmë studimet apo jo? Jo. Sepse shumica e të rive kur shohin që kemi sukses në një drejtime dhe i lëmë studimet, po ti nuk duhet, se një profesor shtëpi e ke që zguzon ta bësh këtë gjë. Jo, është pak e vështirë, do thoja, se këto mbrëmjet, do me thonë e dim si shkojnë deri vonë, pastaj ligjeratat janë shumë herë, por mundohem t'i mbri. Ta kanë disbalansuar jetën. Po, ama që më bata, duhet pajtohen. A do performojmë edhe ndonjë këngë tjetër? Tjetër që po. Unë do kisha dashur merr mashiun e Prishtinës, apo është një nga këngët që nuk e di pse kam qejf kur e performon. Kjo është dëshira ime muzikore. Patjetër që po. Atë një këngë Sabri Feyzullahu, apo jo? Me mashiun e Prishtinës, pika mbushën gotë, ma dërgo me lotin tënë, ta pilar dikun hë botë. Në këtë qytet ku shvesh vjeshi, si ta këthej sërish këtë vetë, kur të lagët floku e faqja gushës sa të ti maret. Hapi krahët shpitin, fluturo, po mbi kujtime, s'pas kam di qfar bukurie, pas kam pas në dorën time, s'pas kam di qfar bukurie, pas kam pas në dorën time. Faleminderit shumë, besoj kemi zgjuar pak edhe njerëzit me që jemi para iftarit kështu, mirë, ti me Ramazan, apo? Po. Edhe besoj që u kemi krijuar atmosferë të mirë në shtëpitë e tyre, edhe pse këto këngë konsiderohen për një brez si imi, për shembull pakas më i vjetër, po? Besoj që po. Nuk është gjithmonë ashtu, domethënë, këto janë këngë të pavdekshme dhe ti do t'i mbash gjallë. Po, patjetër. Të pyesim tani me që po vjen pranvera, me që po do lullzoj gjithçka, do lullzojnë shpirtrat tonë, planet e afërta tua cilat janë? Atëherë, planet e afërta të mia. Përveç album,
A të përmendim në një album apo? Album Që të të ende vëm para jo. aktit të kryer që të detyrohesh dhe është një album. Besoj që njerë jemi duke i përgatit një 2 këngë, do thoja. Me ekipën e njëjtë? Po, me ekipën e Nuk e njëjtë. ndron ekipa. Jo, tash ekipa janë E suksesit. shumë të mirë. Do me thënë jemi duke i përgatit edhe një 2 këngë, do shojmë si do shkojnë edhe ato këngë dhe pastaj do vi një album. Besojmë që po edhe do ja dalim me sukses së bashku. Shpresoj që po. Tani më thuaj si duken mbrëmjet në Tetov, me që moti nuk kam qenë në Tetov, para Ramazanit, si duket dhe pas Ramazanit, pas iftarit në fakt, jo pas Ramazanit. Si duket atmosfera këto ditë? Pas iftarit, Tetova është ma full se sa kur nuk është Ramazan. Si ka mundësi, që ndodhen? Se di, ashtu. Po shkon, se di, është shumë njerëz do me thënë ka. Lokalet janë full, gjdo natë. Do me thënë gjdo natë është si vikend. Gurbeqarët s'ka nartë? Jo, vetëm tetovarët në stop dalin, do me thënë. Si është ndjenja kur performon para publikut tënd dhe një publik që është po ashtu shqiptar, po nuk është tetovar? Para cilit publik performon më me dëshirë, jo me dëshirë se gabim u shpeha, po ndihesh më si në shtëpi, si me njerëzit e të familjes. Përveç Tetovës, se Tetova e parë. Okej. Se kështu janë tetovarët, kretë lokalistë. Prishtinë, do thoja? Ndihesh si në shtëpi? Se i kam dajet pa ka Kosova edhe për atë arsye. Do me thonë gjysë, okej. Shoku yt me cilin ka ardhur sot, cilën këngë ka më shumë qejf tëndën? Se di, me ta pyesi. Cilën? Cilën? Triksit. Triksin? Falam të mirë. Falam të mirë. Dhe do e pyesim kujt ja dedikon, si quhet shoku? Ensar. Ensarin. Për Ensarin Triksi, falam të mirë. Edhe e mbyllim, a? Okej. Palam tu mirë ju largove, më le në vetëmi. Nuk besoja se do qifemi për sëri. Kanë kaluar plot të 7 vjet. Tu i shpjegua njëri tjetrit se unë dam aq let. Më beso se të kam dashur me të vërtet. Dhe të kuptoj se nuk e dashur edhe ti vet. Se m'ke dashur ti moj vash, unë në mirë e di. Mirë po fati s'na busqeshi dashuri. Tash kur ne të dy u pamoj përsëri. Gjithçka kishte marrë fund për ne të dy. Dashuria jon tash ishte mbaruar. Kur tregove me lot në sy se je martuar. Një histori pa happy end. Faleminderit shumë Marianit që ishe me ne sot edhe të dëshiroj shumë, ama shumë sukses. Shumë faleminderit edhe një herë. Ashtu si që ke dalë me këngën e parë që të krijosh një boom, uroj që me këngën tënde të dytë, të tretë edhe të jesh një artist shumë i madh. Shumë faleminderit edhe një. Se s'do ta risim mendjen tani ti themi gjitha fjalët e mira në fillim, po besoj që kemi punë për të bërë përpara. Faleminderit shumë. Patjetër që po, faleminderit.